Prokuroria e Vlorës thotë se ka zbuluar autorin dhe shkaqet e vrasjes së biznesmenit Eduardo Sarki, ngjarje ndodhur në vendin e quajtur Qafa e Dilanit në Salari, ku viktima ishte përgjas së bashku me 3 persona të tjerë. Autori është Tetasi Kamber Sulqe, 48 vjeç, ndërsa vrasja ka ndodhur pas një konflikti verbal mes tyre. Pas sherrit, autori ka qelluar me armë drejt Sarkit, shtetasve që shoqëronin atë dhe automjetit të tyre, thuhet në deklaratën e prokurorisë. Pas krimit të ndodhur 30 minuta pas mesnatës të së premtes, autori u largua me shpejtësi, ndërsa policia gjeti në një stan në një zonë të thellmalore midis fshatrave Nivic dhe Bolen, automjetin dhe veshje që dyshohet se përdori 48 vjeçari. E hedhur në shkure u gjet dhe një çantë në të cilën ishin një palë dylbi me rreze infra, një palë dylbi termike, një mbajtëse arme dhe një elektrik dore. Mëtej në banesën e autorit dhe familjarëve të tij në fshatin Mesaplik dhe në Vlorë u gjetën rreth 2.500.000 lekë, 3 armë gjahu, 450 fara të dyshuar kanabis dhe 2 kasaforta të mbyllura. Megjithatë duket se shkak nuk ka qenë vetëm sherri. Autori i shpallur në kërkim akuzohet për vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe armbajtje. Gjithashtu sekuestruan dhe automjetet e viktimës dhe të shoqëruesve të tij, si dhe 2 armë gjahu.